Kosovës i duhet një president konsensual dhe në këtë drejtim ne jemi të gatshëm të kontribuojmë edhe me figurën e zotit Haradinaj, por edhe me ndonjë marrëveshje sa i përket presidentit apo presidentes të Republikës Kosovës. Mendoj që është koha e duhur që opozita të unifikohet dhe të vendos për një kandidat konsensual, në këtë rast pse mos t'ishte edhe zoti Haradinaj. Çdo herë janë komunikim, zoti Haradinaj edhe me kryetarin e PDK-s, Bedri Hamzën, por edhe me kryetarin e LDK-s, zotin Abexhiku, dhe mendoj që në mënyrë graduale mund të vinë deri në një përfundim. Por ende nuk kam ndonjë informacion sakt në këtë drejtim deri ku kanë arritur ato bisedime sa i përket presidentit vendit. Po sa i përket presidentit, unë mendoj që derisa nuk ka ndonjë marrëveshje dhe derisa dominon kokëfërsia e zotit Kurti, kreu të lëvizjes vetëvendosje, atëherë janë gjitha opsionet të mundshme. Por ende nuk kemi parë një saktësi të zotit Kurti që a është i përcaktuar për presidentin Vjosa Osmani, apo për ndonjë kandidat tjetër konsensual, apo për një bashkëpunim me partitë që janë këtë rast LDK, PDK dhe AK. Po sa i përket votimit, ne që në start kemi përkra një proces demokratik dhe votën e lirë qytetarëve, mirë po dual që është i rënduar mjaft procesi i zgjedhjeve, në këtë rast procesi demokratik. Në këtë drejtim mendoj që organet kompetente duhet jenë vendosura për gjithë ata që e kanë tjetërsuar votën dhe mendoj që në këtë rast duhet të jemi unik për ta luftuar atë vjedhjen e votës, sepse në një proces demokratik nuk mund të ndodhë kjo që ka ndodhë në Kosovë. Jo vetëm në një komunë, por aty ka është dëmtu procesi, në këtë rast nuk ka komunë që nuk është prek vota, dikun ma pak, dikun më shumë, atëherë i tërë procesi zgjedhor është i dëmtuar dhe mendoj që për të përmirësuar kjo duhet që të shkohet ndoshta edhe në zgjedhje tjera, ripërsëritjen e zgjedhjeve në tërë Kosovën, por kjo mbetet nga organet kompetente dhe KQZ-ja që të merr një vendim, sepse më të vërtet është i lënduar procesin përgjithësi. Po, nëse prolongohen apo tërzgjatet rinumërimi dhe nuk arrin që të certifikohen shumë shpejt zgjedhjat, atëherë unë mendoj që hym në një kolaps buxhetor që nuk dije si do të dalet nga kjo krizë buxhetore e që i atakojnë zyrtarët publik apo punëtorët që punojnë në sistemin publik.